Mos ki frikë nga dështimi. Sepse nëse ka diçka që ndan të zakonshmit nga të jashtëzakonshmit, nuk është talenti, fati apo pasuria, por qëndrimi përballë dështimit. Ajo që bën ndryshimin është se si reagon kur gjithçka bie poshtë, kur përpjekjet duken të kota, kur rruga përpara mbulohet me mjegull dhe vetmia të rëndon në shpirt. Dështimi nuk është fundi. Dështimi është prova. Prova se je duke u përpjekur. Se po kërkon, po guxon, po ecën, edhe kur rreziku është real, edhe kur rezultatet nuk duken, edhe kur gjithë bota të sheh me dyshim. Shumë njerëz kanë ëndra, por pak guxojnë t'i ndjekin. Edhe më pak janë ata që përballen me dështimin dhe thonë, do provoj përsëri. Pse? Sepse frika nga humbja është më e madhe se sa dëshira për fitore. Sepse dështimi të vë në siklet, të vë në pikpyetje, të shkund dhe të zhvesh nga iluzionet. Ai nuk është i bukur. Ai është i ashpër. Por është edhe i domosdoshëm. Mos u largoni nga dështimi, mësojeni atë. Përqafojeni. Jetoni me të. Sepse vetëm përmes tij mëson se kush je vërtet. Dështimi është mësuesi i jetës. Shkollat të mësojnë si të kalosh provimet. Por dështimi të mëson si të kalosh jetën. Ai të tregon ku ke gabuar, ku je i papërgatitur, ku të mungon forca e brendshme. Ai nuk të fal, por të rrit. Ai nuk të ngushëllon, por të kalit. Ai është si hekuri i zjarrt që formon shpirtin tënd në një armë të fuqishme kundër çdo pengese. Askush nuk lind i pamposhtur. Të gjithë mësojnë të qëndrojnë pas rrëzimeve. Mësojnë të ecin me plagë. Mësojnë të besojnë edhe kur nuk shohin drigë. Kjo është ajo që i ndan ata që jetojnë me qëllim nga ata që jetojnë me frikë. Kur dështimi të troket në derë, mos u fshi. Hap derën. Përballe atë me gjoksin përpara dhe thuaj, mirë se erdhe. Çfarë më ke për të mësuar? Sepse çdo dështim përmban në vete një mësim të artë, një forcë të re, një version më të mençur të vetvetes. Të gjithë të mëdhenjt kanë dështuar, mos u mashtron nga suksesi i shpejt që shen në rrjetet sociale. Pas çdo njeriu që ka arritur majat, fshihet një histori me dështime të dhimbshme, refuzime të pafundme dhe net pa gjumë. Thomas Edison, përpara se të shpikte llambën elektrike, dështoi mijëra herë. Kur e pyetën si ndjehej që kishte dështuar 10.000 herë, ai u përgjigj, unë nuk kam dështuar. Thjesht kam zbuluar 10.000 mënyra që nuk funksionojnë. Michael Jordan, legjenda e basketbollit, ka thënë, kam humbur më shumë se 9.000 goditje në karrierën time. Kam humbur pothuajse 300 ndeshje. 26 herë më është besuar goditja e fundit për të fituar dhe kam humbur. Kam dështuar përsëri dhe përsëri në jetën time. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse kam arritur sukses. J.K. Rowling u refuzua nga shumë botues para se Harry Potter të bëhej një nga seritë më të shitura në histori. Në atë kohë, ajo ishte e papunë, e divorcuar dhe në prag të varfërisë. Por nuk hoqi dorë, këta njerëz nuk janë të veçantë sepse s'kan dështuar. Ata janë të jashtëzakonshëm sepse nuk janë ndalur pas dështimit. Dështimi nuk të përcakton, qëndrimi yt e bën, ti nuk je dështimi yt. Dështimi është një ngjarje, jo një identitet. Mos e lejo mendjen të krijojë një narrativ që thotë, unë nuk jam i mirë. Thuaj, nuk funksionoi kësaj radhe, por do të provohet ndryshe herën tjetër. Çdo humbje është një shkallë më afër fitores. Çdo herë që shembesh, forcon muskujt e ringritjes. Çdo refuzim të përgatit për pranimin e madh. Por kjo ndodh vetëm nëse refuzon të dorëzohesh. Nëse i thua vetes, unë jam më i fortë se kjo pengesë. Unë jam më i uritur se kjo humbje. Unë nuk do të ndalem. Bota i përket atyre që guxojnë, frika nga dështimi është burg. Por dritarja është gjithmonë hapur, mjafton të ngrihesh dhe të largohesh nga frika. Sepse bota nuk i përket atyre që janë të kujdesshëm. Bota i përket atyre që rrezikojnë, që provojnë, që digjen por nuk shuhen, që plagosen por nuk dorëzohen. Kur të tjerët zgjedhin rrugën më të lehtë, ti zgjidh rrugën që të sfidon.
Sepse vetëm aty, në skajin e guximit, fillon rritja e vërtet. Dështimi i vërtet është të heqësh dorë. Njerëzit nuk dështojnë sepse gabojnë. Dështojnë sepse ndalen. Sepse lejojnë zhgënjimin t'i mbërthej. Sepse fillojnë të besojnë që nuk ja vlejnë. Por ti nuk duhet ta pranosh këtë gënjeshtër, nëse je duke e lexuar këtë. Do të thotë që je ende gjallë. Dhe për sa kohë që je gjallë, ke ende mundësinë të luftosh, të ndryshosh, të ringrihesh, të surprizosh botën dhe veten. Mos u dorëzo. Dështimi është pjesë e procesit. Është haraç që paguam për suksesin. Është shkalla që të ngjit në maja. Njeriu që ringrihet është më i fuqishëm se ai që s'ka rënë kurrë. Mos e krahaso veten me të tjerët. Krahaso veten me atë që ishe dje. A je më i fortë? A je më i mençur? A je më i guximshëm? Nëse po, je në rrugë të mbar. Çdo plagë që ke marrë në rrugën tënde është medalje nderi. Është prova që ke luftuar. Dhe në këtë jetë, vetëm ata që luftojnë me zemër e fitojnë betejën e jetës. Mos ki frikë të dështosh publikisht, mos e harxho jetën duke u përpjekur të dukesh perfekt. Bëhu real. Dështimi është njerëzor. Është pjesë e udhëtimit. Mos u përpiq të ruash imazhin, puno për karakterin. Sepse imazhi mund të bie, por karakteri të ringre, mos e fshi dështimin. Tregoje. Sepse dikush tjetër ka nevojë të shohë që edhe heronjt kanë momente të dobësisë. Por ajo që i bën heronj nuk është pamja, por zemra që s'ndalet. Mos ki frikë nga dështimi. Ki frikë nga një jetë pa kuptim. Në fund të jetës nuk do të pyesin sa herë ke dështuar. Do të pyesin, a e ndoqe thirrjen tënde? A i dhe vetes një mundësi? A jetove me guxim? Mos lejo që frika të vrasë ëndrat. Mos lejo që dështimi të tremë nga rruga jote. Mos lejo që opinioni i të tjerëve të bëhet burgu yt. Ti ke një thirrje. Një zjarr brenda vetes. Dhe po, do të dështosh në rrugën drejt saj. Por nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka shteg të sigurt drejt madhështisë. Vetëm ata që pranojnë dhimbjen e rrëzimit, shijojnë lavdinë e ringritjes. Prandaj, mos ki frikë nga dështimi, ki frikë nga mosprovimi, ki frikë nga heshtja kur zemra flet, ki frikë nga pritja kur koha ecën, ki frikë nga një jetë pa zjarr, pa pasion, pa përpjekje. Ti je më shumë se një dështim. Ti je më shumë se një humbje. Ti je një luftëtar. Një shpirt që nuk dorëzohet. Një ëndër që nuk shuhet. Një zemër që nuk ndalon së besuari. Mos ki frikë nga dështimi, sepse në fund të fundit. Dështimi është vetëm hapi i parë drejt madhështisë.